thot, nuk japim detaje që kush është konceptet, më thënë, cilat janë konceptet që ati na flet çdo ditë në detaje për të përcaktuar vullnetin, çfarë është mishi, çfarë është bindja, cili është mëkati është shkelja e ligjit. Por me të përmendur atë ligjin, siç e kam thënë edhe më përpara, dikush masandaj më njëherë largohet dhe të kurret, nuk e do. Përse? Se ka diçka që masandaj që ka brenda atia që nuk do karakterin e atit. Dhe prandaj Mesia, siç ti e shikon dhe mund ta shikosh më vonë dhe e ke në ekranin tënd, që ishin të një kategori njerëzish këtu në gjonitetë që pretendonin që ishin prej atit. Në ato kohë janë vëlla motër, unë lutem atit që nuk si besimtar të marrë përgjegjësinë që thotë ai që përmend emrin e Mesiat, ka ardhur koha që duhet të largohemi nga paudhësia. Çfarë është paudhësia? Është mëkati i vazhdueshëm. Para Gjonit 5:16. Mëkati çfarë është? Shkelja e ligjit. Dhe ati po thotë që erdhi koha nëpërmjet apostujve ka folur ka 2000 vjet e kaluar që neve duhet të largohemi nga shkeljet e ligjit të vazhdueshme, sepse ligji është i mirë. Pse do të kurremi kur një gjë është e mirë? Është i drejtë ligji, atëherë pse do të shtrembrohemi neve kur ligji është i drejtë? Është i veçuar, përse do të njollosim me mëkatin kur kemi gjendën në këtë rast që është e pastër, e veçuar, e shenjtëruar.